إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahu Xhelle Xhelalu lutemi të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve, e veprave, e sjelljeve tona, cili ndo që Zoti udhëzon dhe drejton, nuk ka kush ta humbë dhe devijojë, dhe cili do që humbë dhe devijon, nuk mund ta udhëzojë në të drejtë dhe në të vërtetë askush tjetër përveç Allahut Xhelle Xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtetë, Zot që meriton të njihet si Zot e të adurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm, pa shok, pa ortak, pa ndihmës, pa bir, pa bij, pa grua, pa bashkëshorte. S'ngjason me asgjë dhe asgjë nuk i ngjason atij. Lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nuk ka gjë që ngjason me Zotin, ai është dëgjuesi, ai është shikuesi. Dëshmoj të deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri, pra robi i Zotit, po ishte edhe i dërguar i Zotit, ishte edhe vula e profecisë në tokë. Domethënë mbas tij më nuk do të ketë profeci dhe pejgamber. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Siç e shihni vëllezër dhe motra, jemi fut në stinën e verës tamam. Dhe faktikisht stina e verës duhet na kujtojë me dy gjëra. E para, faktin që xhehenemi është më i nxehtë se sa stina e verës. E nxehtësitë e kësaj bote, të gjitha, sikur të mblidheshin në një vend, zjarri i xhehenemit është 70 herë më i fuqishëm. Për këtë arsye, do të na shkojë në mend zjarri i xhehenemit dhe të shërbej kjo nxehtësi dhe kjo vap që t'ja bëjmë yzmetin që atë ditë shpëtojmë nga vapa e ditës Kiametit, ku dielli do të jetë afër njerëzve, e njerëzit do të zhyten në djersët e tyre si mas shkallës ose gradës e gjunave të tyre. Dhe e dyta gjë, stina e verës sjell me vete edhe kohën e lirë, pushimet, rehatin e kështu me radhë. Gjë që faktikisht ne duhet të dimë se si ta mbushim edhe kompensojmë. Sepse minutat dhe orët dhe ditët ecin, jeta ecën, kështu që çdo ditë që kalon mbyllet dhe hapet vetëm ditën e Kiametit. Prandaj nuk duhet të hutohemi, po duhet ta kemi në mend Zotin vazhdimisht, kujdesin për namazin non-stop, kujdesin për veshjen si për burrat edhe për gratë. Na ka zënë belaja edhe me burrat tani. Se mirë më gratë, derisa të shkojnë tek mbulesa, derisa të vejnë hijabin, kanë sprova dhe siklete, po edhe burrat duhet të jenë kujdesshëm në veshjen e tyre, sidomos pjesën e auretit. Unë nuk po them që patjetër burri duhet të rri me mëng edhe me pantallona të gjata, jo, nuk e them këtë, po të paktën pjesa e auretit duhet të jetë mbuluar. Nuk është problemi vetëm për faljen, se disa vëllezër ja kanë gjetë zgjidhjen, për shembull, morin një xhelabia apo diçka edhe e veshin gjatë namazit. Problemi është edhe kur dalim jashtë, ajo pjesa e auretit është auret.
pse quhet auret, do thot pjesë e turshme. E përkthyer në gjuhën shqipe nuk bën që të shifet nga të tjerët. Pra nuk ka lidhje vetëm me namazin. Normalisht në namaz do të më qenë njeriu edhe më i kujdesshëm. Vëllezër dhe motra, mbajtëm një hutbe kur unë u ktheva nga Indonezia për sjelljen dhe për edukatën, për moralin e kështu me radhë. Mirë po, në veten time nuk jam i qetë se nuk ja dhash hakun, nuk e trajtova ashtu siç duhet ndoshta. Për këtë arsye, hutbja sotme ka titullin Sjelljet ose edukatat më të rëndësishme që ftoi Kurani. Normalisht që Kurani është i mbushur me normativa edukative për besimtarin dhe për besimtaren, po unë do të mundohem inshallah taala pa e zgjat me shpresën e Zotit, pasi kemi bërë tobe, të përmend ndoshta edhe më të rëndësishmet që duhet t'i fiksojmë me shpresën e Allahu xhalla xhelaluhu. E para gjë është sinqeriteti. Kur flasim për sinqeritetin, nuk po flasim për sinqeritetin në adhurime, sepse ajo punë dihet, Zoti s'pranon vetëm sa atë që është e sinqertë dhe e pastër. Jo, unë po flas për sinqeritetin mes nesh. Njeriu duhet të jetë i sinqertë. Njeriu duhet të jetë i çiltër, njeriu duhet të jetë i pastër. Përndryshe ikën bekimi dhe marrësia. Ti me të vërtet mund të shtiresh, ti me të vërtet mund të bësh sikur, po s'ka bereqet, edhe nëse të ecën mbar, edhe nëse ngjitesh lart, do të jesh i sinqert, edhe me njerëzit duhet me qenë i sinqert. Dhe më interesantja që domethënë Islami i mëson kësaj pike është aty ku thuhet për këshillën. Kjo fe, tha pejgamberi sallam, nuk është gjë tjetër vetëm se sinqeritet në këshill ose këshill e sinqert. Për këtë arsye hadithi tjetër tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është e drejta e muslimanit ndaj muslimanit nëse ja kërkon një këshill të sinqert, t'ia japi këshillën e sinqert. Nëse dikujt tha i kërkohet një këshill e sinqert dhe nuk e jep me sinqeritet, ky njeri tek Zoti shkruhet tradhtar. Prandaj duhet të jemi të sinqert. Madje sinqeriteti kërkohet prej nesh në gjitha situatat dhe rrethanat. Ndoshta ndonjëherë edhe mund ta dëmtoj, po s'ka problem. Më mirë një dëmtim material apo fytyre apo sedre në jetën e kësaj bote se sa dënohemi në botën tjetër. 2. As-sidqiyya, duhet me qenë njeriu i vërtetë o vëllezër. Sinqeritet dhe i vërtet. Duhet të jesh vetvetja. Ose për ndryshe, mos bëj rolin. Mos u paraqit. Për këtë arsye në hadithin e bukur të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur flet për marrëdhëniet tona mes njëri tjetrit, tha nëse tregojmë të sinqert dhe i tregojnë gjërat ashtu siç janë, Zoti do të lëshojë bekim dhe mbarësi në atë punë. Nëse nuk tregohen sinqert dhe nuk i tregojnë gjërat ashtu siç janë, Allahu do të largojë prej asaj pune bekimin. Pra mund të eci, mund të bësh punë, mund të bësh parë, mund të bësh karrierë, po nuk ja shijon. Nuk e shijon atë. Gjë tjetër e treta që i mëson shumë Kurani në shumë vende është njeriu duhet të qenë i durueshëm. Durimi ka vetëm një problem o vëllezër. Durimi është t'i jep e s'merr asgjë mbrapsht. Dhe ky është treguesi i imanit dhe i besimit. Për këtë arsye quajti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhia, energji dhe dritë. Ndërkohë, njeriu e ka të vështirë me qenë i durueshëm, sepse natyrën e tij njeriu është i ngutshëm, natyrën e tij njeriu është reagues i shpejt, e Allahu ka dhënë ilaçin me një ajet kuranor. Fasbir, fama sabruka illa billah. Duro për hatër të Zotit. Çoje mendjen te Allahu. Vetë përmbahu duke menduar shpërblimin te Allahu.
Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu do t'i shpërblej durimtarët pa hesab. S'është 1 me 10, as 1 me 70, as 1 me 100, as 1 me 1000, pa hesab. Nuk ka llogari vetë përmbajtja dhe durimi. Boj durueshëm. Shumë gjëra zgjidhen jetë nëpërmjet vetë përmbajtjes dhe durimit. Mos reago me njëherë. Lëre për më vonë. Konsultohu. Çoje mendjen te Allahu, çoje mendjen te shpërblimi në botën tjetër. Edhe ki për ta parë se si gjëja ka për të kthyer me shpresën e Zotit në favor. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, "Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru." Këto grada të larta nuk mund t'i arrijnë vetëm se njerëzit durimtar. "Wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim." E këto grada të larta të durimit i arrin vetëm ata që Zoti i Madh ju ka dhënë mirësi të madhe dhe i ka veçuar me përzgjedhjen e tij. Tjetër që është shumë e rëndësishme që ka ftuar në të Kur'an është drejtësia. Njeriu duhet me qenë i drejtë. Tha Zoti: "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Nëse dikush ju ka bërë padrejtësi, mos i bëni ju padrejtësi. Jini me të drejtën. Sepse ti jesh i drejtë do të thotë se je i devotshëm. Tjetër, mos bërja e zullumit, mos i hyn hak kujt. Tha Zoti i Madh: "O robët e mi, unë ja kam bërë haram vetes time padrejtësinë. Si bëj padrejtësi askujt. Prandaj dhe ju mes njëri tjetrit mos bëni padrejtësi." Dhe tha pejgamberi alayhis salam, "Kërkojeni hallallikun për njëri tjetrit sa jeni gjallë në këtë botë, sepse zullumi dhe padrejtësia në botën tjetër do të jetë shumë e rëndë." Tha pejgamberi alayhis salam, "Ndihmoje vllajën tënd kur i bëhet padrejtësi dhe kur bën padrejtësi." Tha në pejgamberi i Zotit, "Ta ndihmojmë vllajën kur i bëhet padrejtësi, kjo është e qartë. Po si ta ndihmojmë kur po bën padrejtësi?" Tha pejgamberi alayhis salam, "Ndaloje. Ndaloje nëse është duke bërë padrejtësi vllajën tënd. Mos ju bëj krah. Po rri pjesë e të drejtës dhe mos ju hyn hak askujt, sepse çfarë të kesh ti me Zotin, Zoti mund ta fali, po nëse ke hyn hak dikujt vallahi për Zotin, pa e marrë hallallikun prej tjetrit, përndryshe do ta shkëmbesh ditën e Kiametit me sevape ose me gjunahe, Allahu na ruaj. Mos dëmto njeri. Njeriu nga njerë dëmton edhe pa dashje. Mirë, po në momentin që nuk e ka edukuar vetin e tij, me kujdes mund të dëmtoj dhe pa dashje. Është një hadith shumë interesant që pejgamberi sa sem flet për mirësinë, Dhe në fund fare tha, nëse s'ke mundësi, në fund fare tha, po s'patë mundësi, tha mos bëj keq. Se po nuk bën e keq, Zoti ta shkruan sikur ke dhënë sadaka dhe lëmosh. Subhanallah. Mos i dëmton njerëzit, mos i prek njerëzit. Wailun në Kur'an është përmend për namazin dhe është përmend për prekjen e tjetrit në dinjitetin e tij. Wailun li kulli humezetin lumeze. Mirë për ata që tallin dhe vejnë në lojë me gjuhët e tyre ose me gjymtyrët e tyre njerëzit e tjerë. Dhe është thonë për namazin, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Mirë për ato që e falin namazin, duke qenë pa kujdesshëm dhe me syfaqësi. Gjë tjetër që është përmendur në Kur'an është butësia. Shumë
Muslimani duhet jetë i butë, muslimani duhet jetë i qetë. Ka thënë pejgamberi sa në hadithin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, nëse Zoti një shtëpie, familje, i do hajrin, i bën të butë me njëri tjetrin. E nëse Zoti një shtëpie, familje, nuk ja don hajrin, i bën tegër me njëri tjetrin. Ose hadithi e Enesit që tha, sa herë që ka butësi, ka mirësi, sa herë që nuk ka butësi, ka dënim. Allahu na ruaj. Gjë tjetër shumë e rëndësishme prapë e përmendur në Kur'an dhe që është burimi i problematikave është paragjykimi. E përmendur sidomos në surën El-Hujurat. Inna ba'da dhanni ithm. Paragjykimi është mëkat në vetvete. Pejgamberi sa më tha, yakum dhann fa inna dhanna akdhabul hadith. Mos paragjykoni, sepse paragjykimi në vetvete është fillimi i gënjeshtës dhe i mashtrimit. Dhe paragjykim çfarë do të thotë? Kur ti mendon keq për tjetrin pa argument. Se kur ka argument është muhabet tjetër. Ke arsye. Njeriu mund të mendojë. Si puna e dikujt që e shef veten e tij që kurrë nuk bën kompromis me të keqen apo me xhenemin, etj, do është i gatshëm të thonë për çdo kënd tjetër që s'përshtatet me të që ka bë kompromis. Ndërkohë që gjithë secili mund të ketë pamjen e tij dhe analizën e tij për gjërat. Për ta mbyllur me mbajtjen e besës. Gjëja e parë tha pejgamberi sa që humb njeriu nga besimi i tij është mos mbajtja e besës. Gjithashtu pejgamberi sa tha, nuk ka fe ai që s'ka besë. Gjithashtu pejgamberi sa tha, shenja e hipokritit është të presin besë. Le të themi këto ishin ato më të rëndësishmet në të cilat fton Kur'ani dhe që ne duhet i kemi si drita në jetë. Ndërkohë që kemi dhe shumë të tjera që normalisht përmenden në Kur'an dhe ne nuk mund të përmendim të gjitha, po që na duhen vazhdimisht. Allahumma hdina ila ahsanil akhlaq, fa innahu la yahdi ila ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha, fa innahu la yusrifu anna sayyi'aha illa ant. Pejgamberi alayhis salam lutej me këtë lutje që po ju them tani, o Allahu Zoti ynë, na udhëzo drejt moraleve dhe edukatës së lartë, se nuk mund të udhëzohet tek sjellja e mirë dhe edukata e mirë askush tjetër përveç teje, dhe largo Zot prej nesh sjelljet e këqija, se nuk mund t'i largoj prej nesh vetëm se fuqia dhe madhështia jote. Vëllezër dhe motra, njeriu duhet të mësojë nga historia, sepse po nuk mësojë nga historia, përsëriten kohët dhe përsëriten ngjarjet. Për këtë arsye Zoti i Madh shumë herë në Kur'an përmend histori dhe ngjarje. Po edhe në përgjithësi njeriu në jetë duhet kthehet tek historia e vet në mënyrë që të marrë mësim aty ku duhet marrë mësim dhe të bëj korrigjimin e gabimit aty ku është bërë gabim. Problemi i historisë në përgjithësi është se shkruhet nga të fortët dhe nga ata që kanë pushtetin. Dhe faktikisht historia duhet shkruar me fakte ashtu siç është, me të mirat e veta dhe me të këqijat e veta, nëse duam që kombet dhe popujt të ecin përpara. E nëse shkruhet me hatër apo me favor apo duke majt krahun, nuk ka hajër për asaj historie. E për këtyre historive që ne duhet fiksojmë dhe duhet i rikthehemi vazhdimisht dhe duhet ta studiojmë arsyeën dhe shkakun, është historia e gjenocidit Çam, që i qëllon pikërisht në këto ditë që jemi ne tani, 80 vjetori i gjenocidit Çam. Ka arsye dhe shkaqe. Dhe sot e kësaj dite ka akoma njerëz që janë gjallë, që janë pjesë e shpërnguljes. Dhe që tokat dhe viset dhe ullit dhe fiqt dhe shtëpiat dhe xhamiat dhe minaret janë edhe sot e kësaj dite, me emra dhe me adresa dhe në pronësi. E ky është një nga zullumet dhe padrejtësitë që i është bërë popullit tonë.
Jemi i vetmi vend në botë, trung pa gjymtyr. Ne i kanë këput. Ne kemi pjesët tona në Malzi, ne kemi pjesët tona në Serbi, Kosovën ne kanë këput me ko, Çamëria, pjesa e Maqedonisë Veriut. Jemi i vetmi vend në botë, i vetmi popull në botë që kufizohemi me gjakun tonë dhe me gjuhën tonë. Edhe kjo falë pa drejtësisë së konferencës së Londrës, vitit 1913. Një vit e gëzumat pavarësi e pastaj na coptun. Kështu që duhet lutemi për ata njerëz që Zoti t'i fali e t'i mëshiroj, e Zoti i madh u akompesoft në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe inshallah do të kemi ne forcë dhe njerëz që kësaj çështje t'i dalin për Zot. E mos ta harrojmë, sepse po harrum do të ngecim diku tjetër prapë.